e qarkut Gjirokastër, zonin Albana Hasanaj, që më nderoj sot. Sot ndihem thellësisht i nderuar dhe mirënjohës që bashkë në promovimin e librit tim, Besuket e rrufeve, marrë dhe këtë vlerësim që më jep shoqata advetare Labëria Nderi Kombit. Ky moment është një vlerësim për mua personalisht, falë këtij vlerësimi ndihem më i frymëzuar për të vazhduar punën dhe grimtarinë time. Dua t'u falenderoj me zemër kryesinë e shoqatës, në veçanti në kryetarin profesor Beti Qela dhe gjithë organizatorët e kësaj ceremonie, si zotin Çan Onora e Petrit Beqiri, të dy poetër dhe publicistë, që bën të mundur që ky event të zhvillohet në një mënyrë kaq të veçantë. Për librin tim Besuket e rrufeve, falënderimet shkojnë për redaktorin, profesorin Thanas Dino, si dhe bashkëpunëtorit tim Juliano Zholi, të cilët me punën e tyre e kanë bërë këtë projekt timin akoma më të suksesshëm. Çdo fatje, çdo mendim dhe çdo histori që kemi ndarë së bashku ka kontribuar që sot të jem këtu dhe të marrë këtë vlerësim. Një vend të veçantë, te falënderimet e mia zën grupet polifonike, si edhe këngëtarët që gjatë këtyre 40 e ca viteve krijimtari kanë besuar dhe kanë interpretuar me shpirt tekstet dhe këngët e mia. Zëri tyre ka bërë që fjalët dhe tekstet kanë gjetur lehonën e duhur dhe emocionet kanë marrë jetë, sepse kënga labe ka jetuar dhe do të jetojë në zemrat e njerëzve në përjetësi. Për ta mbyllur, ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu sot, pjesëmarrësit e ceremonisë, mbështetësit dhe promotorët e librit tim, për energjinë, mbështetjen tuaj. Ky vlerësim është vetëm një nderim për mua, jo vetëm një nderim për mua, por një simbol i bashkëpunimit dhe komunitetit që na bashkon. Faleminderit nga zemra të gjithë. Gjirokastra dhe Labëria kanë një poet më shumë, kanë Mufiçelin që dhe gjumi e zë me një letër dhe një lapsë për mirë. Se ashtu si të qeshurit në faqe vjen nga të qeshurit nga zëmra, ashtu edhe këngët labe qeshin dhe janë që nga teksti i këngës, që është bukuria e këngës. Ka bashkëpunuar dhe bashkëpunuar me grupin e të rinjve Gjirokastër, Argjiro, Ergjeria, Kolonjës, Zhulati, Lazarati, Kabarieri, Bilbilat e Shtektim të Adhinës, Djemët e Delvinës, Nektari Polifonis, Urora Labe, Sarana Kardiki, Iona Labe, me Petrindullon, Unibakën e Blerina Balili. Urime, poet. Muzik i kurajon dhe nderon talentet. Puna e saj është jo e lehtë, por fiçlike. Ajo mbulon jo vetëm territorin e Labërisë që shtrihet në 4 rrethe, por edhe me një ku punojnë e jetojnë bijtë e saj. Labëria ka shumë kapacitete individuale dhe personalitete të shkruara në çdo fushë të jetës, të cilët janë derë dhe krenari për kombin. Së dyti, uroj Mufiçelin ta gëzoj këtë vlerësim që i bëhet sot, të ketë shëndet dhe jetë të gjatë, që krijimtaria e tij të burojë si ujë të Rehovës. Mufiti është vazhdues i kollosëve të Labërisë, Gater Qipa e Malik Lila. Urime dhe për vlerësimin që ka bërë shoqata Labëria, kryetari i kësaj shoqate dhe Çan Onora, i cili promovon për herë dhe për shëndetësi këtyre aktivitete kaq të mira që organizohen në Gjirokastër dhe sidomos në vendin e dijes në Universitetin e Gjuhës. Kam një përshëndetje të një miku tim dhe të Mufiçelit me Lepeçi, i cili sot nuk pati dot mos i vinte për arsye shëndetësore, por amaneti tonë duhet të zbatohet qoftë edhe ai që është vetë aty, po gjithsesi ai duhet të transmetosh. Po gjani Skënder, me lule. Përshëndetje të gjithëve. Me ndarje një fshat i vogël, një der balkoni qeli, atje lindje u rrit poeti parodist Mufiçeli. Një ditë këtë fshat po se dy jam në sy, e duke numëruar poetët më delin nga dy për çdo shtëpi. Po sot nuk i përmend me emra, në një nga librat i kam shkruar, me dali s'ka vetëm poet, ka intelektuale njerëz të zgjuar. Leti jetë fshat i vogël, leti jetë me pak shtëpi, leti jetë të shkurtër nga shtrati, po vlerën e kanë sa një flori. Ndaj në vlerësimi për Mufitin është vlerësimi për gjithë medarin. Edhe një privilegj tjetër i ndan Zhneja me Picarin, me të Peçi të fara dhe të uron gjithë të mirat dhe ashtu mësese. Kam një histori të gjatë, më shumë shekullore,
se si që din bashkëpunëtarët e mi, kam punuar edhe unë disa vjet në Picak si mësues. Drejtori ishte Astrid Qeli, një njeriu i tij, dhe po më shumë ishte radha e parë e prindërve të tyre në Indian. Ha një këngë për Lefter Shqipën, si ka patur lidhur Lefter Shqipën. Kastriot Muçon, kryetar Agim Qiraku. Është më i shumë këtë vlerësim, ka nderuar prefekti i qarkut Gjirokastër dhe nga Albana, dhe jam i nderuar sepse marr këtë vlerësim nga shoqata Labria. I përshëndes ata dhe në veçanti në kryetarin e shoqatës Labria, profesor Beti Qepo. Faleminderit dhe unë jam njësoj me një osi. Me vlerësuar sot ndihmem unë që kam mundësi dhe mu dha mundësia që të diplom që dorëzoj unë. Sinqerisht ndihem shumë e vlerësuar. Faleminderit Bet që zgjodhët mua të jem dorëzuese e kësaj diplome. Minjohje Labëris i jepet Zotit në Fit Qeli për kontribut të shquar në trashëgimin kulturore në trevat e Labërisë, si autor i mbi 500 teksteve të këngëve labe të kënduara nga grupet polifonike, për krijimtarinë e tij të begat letrare duke botuar 10 libra me poezi e prozë. Objekti tematikës së publicistikës së tij ka qenë nga figurat e shquara historike adhetare të Labërisë. Në përshekuj gjusë vjetë, më gjende në halët derte në të mire në të keqe. Që nga në mua më djepe të bëva në vilajete, kënduar ka gojë pleqve në gërgje o da të qeqe. Heresete që të lezete si gjëmi në kontinente, të ruar mirë në sepete, do të marë në do me vete. Orë pas orë, sa herë jam brindur me fati, po se kam në dorë. Ti më kërkon, më do pranë, tani s'mundem jo, pesh të rënd shpirti më mban, po deshe beson. Unë udhëtova 40 ca vite me vargje të këngëve polifonike, labe, po kështu edhe me poezi e vjetëshërime të tjera. Unë jam mirënjohës shumë grupeve polifonike labe të trevave të jugut, duke filluar këtu Gjirokastër, Tepelen, Vlorë, Saran, Delvin e të tjera, që kanë kënduar mbi 400 ca këngë nga tekstet e mia. Unë jam i njohës atyre sepse ata më kanë bërë pjesë të tyre dhe më kanë vlerësuar për tekstet e këto. Po kështu bashkëpunimi ka qenë dhe me këngëtarët e muzikës si Petrit Lullo, Lerina Balili, Ylli Baka e të tjerë. Me poezinë unë jam bashkëpunëtar, siç e thash, sepse unë nuk mund të rri pa shkruar. Nuk e imagjinoj që të rri pa shkruar ose të kaloj ditë apo javë pa hedhur vargje në letër. E kjo më ka lehtësuar, më ka bërë dhe më duket sikur më ka lehtësuar jetën për të ecur përpara kështu. Por njësoj nuk e ndjej që duhet të shkruaj sepse nuk mund të puqen, ose si mund ta them, me padrejtësi, me çdo gjë që nuk është në të mirë në të gjithë. Kjo më vret dhe kështu që marr shkas nga kjo dhe për këtë shkruaj.